Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut konfirmoi se zgjedhjet për kryetar komune në raundin e parë u përmbyllën në 33 komuna, ndërsa në 11 të tjera duhet të veprohet brenda 72 orësh në komision ose në gjykatën administrative. Gjithsej janë dorëzuar 57 ankesa për vend votime të ndryshme në Araçin, Bogdanci, Bosilov, Butel, Veles, Gazibab, Krivokashtan, Prilep, Resnjë, Çajir dhe Çashk. 37 prej tyre kanë të bëjnë me procedurën e konstatimit dhe llogaritjes së rezultateve nga votimi, ndërsa 20 për procedurën e votimit, ndërkohë janë dorëzuar ankesa edhe ndaj 17 listave për këshilltar. Integrimi në Bashkimin Evropian ishte kryefjale në takimet e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histria Mickovski me liderët e Unionit në Londër. Pas takimeve me ministrin francez për Europën, kryeministri vlerëson se Bashkimi Evropian dhe fshinj lindor duhet i japin garancinë në pjesën e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, respektimit të institucioneve europiane, siç është gjykata për të drejtat e njerëzit, integrimin e komunitetit maqedonas brenda Këshillit Ministror për pakicat tek fshinji lindor e kështu me radhë. Këto nuk janë kushte shtesë. Kjo do të thotë partneritet, kjo do të thotë marrëdhënie e mirëfqinjësore, tha kryeministri Mickovski. Ndërsa në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme, Kaja Kallas, apelon se dera për anëtarësim është e hapur. Opozita maqedonase kërkon sqarime nga kryeministri Mickovski nëse ka pranuar marrëveshje për pranimin e emigrantëve dhe hapjen e kampeve të refugjatëve me Britaninë e Madhe. Përmes zëdhënëses Bogdanka Kuzevska, socialdemokratët vlerësojnë se mungesa e informacionit zyrtar dhe refuzimi i Mickovskit për t'u përgjigjur mediave britanike tregon për fshehje të qëllimshme të kësaj çështje strategjike, për shkak se qeveria jon pothuajse gjithë vitin ka negociuar këtë lloj huazh dhe investimesh, ka njoftuar një kredi prej 7 miliardë eurosh nga Britania. Mickovski nuk mund të fshihet dhe duhet të përgjigjet qartë se çfarë është diskutuar mbi temën e emigrantëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, dy partitë më të mëdha pas vetvendosjes, kanë bërë të qartë se nuk do të marrin hapa për të formuar një qeveri të re në rast se mandatari aktual, Albin Kurti, dështon në krijimin e shumicës së re parlamentare deri ditën e diel. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdixhiku, në një emision televiziv e përshkroi situatën aktuale si një proces ku shumica nuk është e qartë dhe ku përpjekjet për të formuar qeverinë alternative janë të pamundura. Me gjeneratën e tanishme politike, letrat janë të hapura dhe para së gjithash nuk ekziston një politik nën tavolinë e një politik publike. Le të mësohemi pra me një gjendje të re të jetës politike në Kosovë, me një skemë të re politike në Kosovë, ku fjala e dhënë ka peshë. Ndërkohë që nën kryetare e PDK-s dhe deputetja Vlora Çitaku bëri të ditur se krijimi një qeverie nga opozita nuk është opsion aktual dhe se vendi duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të reja. Kreu Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, Lirian Celibashi, ka reaguar pas publikimit të raportit përfundimtar të OSBE-ut mbi zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai e cilësoi raportin si një dokument të rëndësishëm për forcimin e integritetit zgjedhor në vend. Në rrjetet sociale, Celibashi theksoi se raporti i ODIHR-it duhet të shërbejë si një udhërfyes për të gjithë aktorët politik dhe institucional. Duke u ndalur tek domosdoshmëria e reformës zgjedhore, Celibashi bëri thirrje për një angazhim konkret të forcave politike, sidomos të atyre parlamentare, për të përfunduar një reformë të thellë dhe domethënëse brenda një afati një vjeçar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.